Në përgjithësi, organizata ka vazhdu me pas një trend të mirë të realizimit projekteve. Një pjesë e projekteve janë vazhdimësi prej të kalumës, ka pas edhe projekte të reja. Në përgjithësi, numri i përfituesve, i familjeve do të nevojë, veçanërisht ata që i kemi pas në për listat e pritjes, se më herët kemi rrimë ndihmu, thuaj se i kemi përfshi në tërësi, edhe po vazhdojna sepse kemi të planifikuar çdo muaj me posa një aktivitet veçantë, kështu që prej muajit në muaj, prej projektit në projekt, po vazhdojmë me realizu kështu me sukses. Çfarë kemi tash në tetor ose në fillim nëntorit? Zakonisht tash me fillimin e vitit të ri shkollor, domethënë edhe shtator, tetor tash edhe shkollat fillore dhe shkollat e mesme fakultete, kujdesemi për projektin tonë të veçantë që i kemi, që është bursa e jetimit, ku një donator së paku ose 2 donatorë për një fëmijë jetim kontribuojnë në baza të rregullta mujore. Me çat ndihmë ata llogarisim edhe na faktikisht të familjet e proklamojna si bursë shkollore që fillimin e vitit të ri shkollor me ja lehtësu fëmijëve, nxënësave dhe studentave. Edhe në këtë periudhë kemi punu faktikisht në këtë projekt në bursën e jetimit, e që paraprakisht veç që kemi përmbyll, si me thonë, projektin çanta për fëmijët jetim, ku i kemi shpërndar mbi 2000 çanta domethënë me pajisje shkollore. Kemi përfshi krejt fëmijët jetim që i kemi në listën tonë, që janë domethënë mbi 2000, e po ashtu një pjesë të konsiderueshme edhe në raste sociale, kemi dërgu në disa vende. Kemi filluar me përfshi edhe qendrat të cilat kanë shërbime speciale, që janë qendrat me fëmijë autik. Të paktën kemi filluar me i pas në fokus, që në të ardhmen inshallah me ndihmu me bo pjesë të projekteve tonë, domethënë edhe fëmijët me Down syndrom që janë, qendrat e tyre në Prishtinë, edhe me fillu me u zhvillu, me u zgjeru edhe jashtë Prishtinës, kështu që kudo që ka nevojë edhe aq sa të kemi mundësi me qenë pranë tyre. Pra, po kuptojmë që Islamic Relief Kosova është e përfshim gjithë Kosovën për çka do që ka nevojë bazë hapësirës që keni. Po, e saktë, dhe më thonë... Për shkollim, për vesh mbathje... Fokusi kemi fëmijët jetima, normalisht edhe rastet sociale, për fokusi i madh është në familjet me fëmijë jetim. Fëmijët që ju ka vdekë babai, që janë në moshë madhore. Fillimisht i kemi të regjistruar në databazën tonë të evidentuar, që kemi një departament të veçantë që kujdeset për këtë punë. Masi të aplikojnë të na me hyrje në lista të përfituesve, masi ti vizitojmë, ti vlerësojmë që kanë nevojë, atëherë veç në çdo projekt ku kemi shpërndarje ata përfshihen edhe përfitojnë. Kështu që për çdo familje që i kemi në listat tona, që janë nga i gjithë territori i Kosovës, për çdo nevojë që ato kanë gjatë gjithë vitit, faktikisht mundohemi me u plotësu në aspektin ekonomik, domethënë qoftë shkollimi, në aspektin shëndetësor, ushqimi edhe gjëra të tjera.